Mirë se erdhët këtu në aromën e kohës, në aromën e jetës, në aromën e dashurisë, në aromë gruaje. Sonte kemi një surprizë, kemi të ftuar një burr. Ai është një mashkull, ai është beqar. ai është i lirë. Qa bërë e mirë, po pse moj bëjqar është ai? Di një qik tej, se që nga mes muhabeti. Atëherë, le të ftojmë pa unë burko Zotin! Një sekond që më thot regjizori duhet të kthehesh edhe një herë se nuk e xhiroj mirë hyrjen. Po një sekond se nuk e xhiroj mirë hyrjen. Dil çik tej, ti futu çik këtu. Ri aty se jemi afër. Atëherë, kur të them unë 1, 2, akoma pa thënë unë 3, ti do vish te tavolina, kuptove? Atëherë fillojmë. 1, 2. Të yftuari. Po prit! Të yftuari. Po prit sa të thot regjizori. Ore! Të yftuari. Po jo, pra jo! Regjizori. O zoti madh. Kur të thot regjizori do hysh ti. Kur të pa thënë unë akoma 3. Fillojmë atëherë. Fillojmë edhe një herë nga fillimi. Atëherë gati, regjia gati. Gati janë. 1, 2. Të hy ky. Po të hymë se ti që po qa bërë e mirë. Mirë mbrëma. Qa bërë e mirë? Mirë. Atëherë le të prezantojmë pa unë burko, unë jam pajtimja. Gëzohem. Unë jam flutra, qa bërë e mirë? Mirë, qa bërë. Unë jam Era. Gëzohem, shumë mirë. Po ju qenë keni... Ashtu. Njëra më bukurose se tjetra. Ashtu jemi, ashtu. Unë e kam pak të gjatë, Qa bërë e mirë, po aq më mirë? Jo, e kam pak të gjatë emrin, prandaj, po ju shkurt më thrisni si të doni. Okej. E thrasim i lirë, ashtu si qemi dhe ne gra të lira. Shumë mirë. Atëherë, zoti i lirë. Jo, e kam dhi... Jo, nasim. Po jo, more zoti i lirë, shumë mirë po e të emisioni. Jo, e kam Dimitër emrin, Okej, dakord, atëherë zoti Dimitër, pse nuk jeni martuar juve? Apo ju keni të njëjtin mendim me Helen Rowland që thot burrat nuk kanë frikë të martohen me një grua, por kanë frikë se ndahen nga shumë të tjera. Se kam lexuar këtë kohë. Jo, unë në fakt di këtë tjetër se kur e pyetën një burr kur ka qenë dita jote më e bukur, ai tha dita kur u martova. Po ajo më e keqja, të gjitha që erdhën më mbrapa tha. Qa bërë e mirë? Dhe unë nuk martohem. Nëse nuk e kuptuan Qa fare. bërë e mirë? Apo i mirë e ka pasur. E shikoni moj gra, qa thonë këta? Grua mos e veti. Unë jam beqare sa po ndar madje. Dhe sa më shumë njoh meshkujt, aq më shumë dua kafshët. Mos e dukem që ka... Ka dhe meshkuj të tilla, zoti të ti, po unë jam ndryshe me ndryshe. Atëherë, unë kam një pyetje direkte për juve, zoti Dhima. Po. Atëherë, a ndjeni juve një mashkull i lirë? Për momentin po, unë i kam... Jo! Unë i kam 100 raste kur më kam njohur një femër, se kur sa e njeh një femër, apo pastaj fillon bën po posesive, dhe unë ç'a bëj, e shkatroj si lidhje, edhe filloj një lidhje tjetër, prandaj jam i lirë. Zoti Dimitër, ç'është një femër e lirë për ty? Femër e lirë për mua është një kuriozitet i radhës. Kuriozitet! Që humb me njëherë në kuptimin mbasi e njeh. Atëherë, me që jemi këtu te kurioziteti dhe tek unë dua ta lidh me komunikimin më saktë. Po, se ka të bëj me komunikimin. A, sa zgjuar që jam o zot. Atëherë, me që dua ta lidh me komunikimin, zoti Dhima, a mund të na improvizoni juve diçka live
këtu ta shikojnë të tërë live. Në fakt, unë desha ta lidhja këtë që sa po theti se dashuria nuk ekziston pase... Pa seksin! Jo, pa seriozitetin desha thosha, sido që tjetë, edhe kjo është interesante. Po, interesante atër, a ka lidhje këshu, do me thënë, një sekundë se kam të pytjen të shkruar. Sa i rëndësishëm është seksi në një lidhje? Ti ke fjallën për qëndrimin që ka mundë... Për qëndrimin, për qëndrimin që ka mundë ndaj seksit. Ta shi, mua më pëlqen se... Të gjithë në pëlqen tani qa bërë, mirë. Jo, desha të thosha, më pëlqen se serioziteti në një lidhje. Se fillon me komunikimin, pasaj një lidhje përfundon, do më thënë se... Se duhet që shpejtojmë, thot regjizori, se s'kemi... Po, se na dole aty ku dola unë që parë, e kupton? Atere, te komunikimi, do të na improvizoni diçka live, këtu ta shikojnë të tërë, doni juve që të improvizoj diçka live? Zoti Dhima? Me që jemi dakord të tërë, ti do improvizoj diçka live, se shvendosur të babe. Çfarë mund të bëj unë? Ti do na tregosh neve komunikimin me një femër përpara se ta çosh në shtratë, e kupton? Një propozim. Një propozim, atere, do shikojmë një propozim live, ja ku e ke dhe zonjën Flutra, që që gjete burmi. Unë do propozoj këtë. Po, propozoje, zonjë. Tani, unë mund të prek gjoja Po, këtë s'ka shpatë. problem, Flutra. Që të duket komunikimi sa më origjinal. O, ku të duash ti qa bërë mirë, po nej të lira jemi këtu prej ku të duash. Ja këtu duke shpatla. Qa bërë mirë? Mirë jeni? Mirë qa bërë ti, mirë? A këtë dëshirë të qeras me një kafe, të qeras. Ka mendova dhe unë pa tjetër. Qa bërë mire, ku e kishe shtëpin ti? Qa bërë mire? Urdra? Shtëpin ku e kishe? Qa dua? Shtëpin ku e kishe? Ke piramida kam shpin unë... Një sekundë, se pas ka shtëpin kom shime mua. Mund të ma bëni mua këtë propozimin, zoti Dhima? Një sekundë që do qeras vetëm këta apo të dyja? Se s'ka marrë dhe rogën. Pse kompleksoni situatën, zoti Dhima? Nëse s'të pëlqejnë ato të dyja, ja ku më ke mua. Kisha një pyetje tepër të vështirë për t'ju bërë juve. Qa bërë mirë? Të nderuar teleshikues juve që po na ndiqni nëpërmjet ekranit dhe juve që jeni sonë këtu në sallë, kam dëshirë të bëj një skup televiziv. Qa është? Ua! E shme. Qa bërë mirë? Po të që e ke ku me këto tjera? Shme. Po ne, që se kishim asë të skenar. Unë për vetën time zota kisha bërë kur, mbyllëm emisionin mojti! Natën e mirë.